Shërbëtori që gjeti nuse, Zanafilla 24. Të lexojmë së bashku vargjet kyçe të kapitullit. Së pari vargu 12. O Zot, Perëndia e zotërisë tim, Abraham, të lutem, bëj që sot të kem mundësinë të kem një takim të lumtur. Trego dashamirësi ndaj Abrahamit, zotit tim. Ai s'kishte mbaruar së foluri kur ja doli Rebeka me shtambën në shpatullën e saj. Ajo ishte bia e Bethuelit, birit të Mikaelit, gruaja e Nahorit dhe vëllai i Abrahamit. Dhe vargu 67. Dhe Isaku e futi Rebekën në çadrën e Sarës, nënës së tij, dhe e mori me vete, ajo bë gruaja e tij dhe ai e dashuroi. Kështu Isaku ngushëllua mbas vdekjes së nënës së tij. Kapitulli 24 është kapitulli më i gjatë i gjithë Zanafillës, 67 vargje, dhe s'ka asnjë mrekulli, asnjë angjëll, asnjë zën nga qielli. Ka vetëm një shërbëtor besnik, disa deve, një puz dhe një vajzë që vjen të ujis. Por Perëndia është i pranishëm në çdo hap, jo me spektakël, por me providencë të heshtur. Kjo është historia e dashurisë dhe mbi të gjitha e Perëndisë që i lidh njerëzit e duhur në vendin e duhur në kohën e duhur. Konteksti historik dhe kulturor. Abrahami tashmë ishte plak i vjetër i rritur në moshë, vargu 1. Isaku kishte rreth 40 vjeç dhe ende i pamartuar, dhe në atë kohë martesa ishte shumë e rëndësishme. Jo vetëm si çështje personale, por si çështje beslidhje. Kush do të barte premtimin? Me kë do të bashkohej fara Isaku? Abrahami e dinte sakt, jo me vajzat kanaanse. Pse? Sepse ata vinin nga kultura dhe besimet e tjera dhe bashkimi me to do të rrezikonte besimin e brezave të ardhshëm. Prandaj urdhri ishte i qartë: shko në Haran, dhe familja ime dhe gjej nusen atje. Shërbëtori shumë studios besojnë se ishte Eliezieri i Damaskut, 15:2. U bë i ngarkuar me misionin më të rëndësishëm të jetës së tij dhe ai e mori shumë seriozisht. 10 deve, dhurata të shumta, udhëtim prej qindra kilometrash. Por gjëja e parë që bëri kur mbërriti në Haran, u lut. Jo strategji, jo biseda diplomatike, por vetëm lutje. Dhe lutja e tij është modeli i çdo lutje misionare, specifike, e besueshme, e lidhur me premtimin e Perëndisë. Të ndalemi së bashku tek 9 vargjet e para. Betimi i Abrahamit. Abrahami i kërkon shërbëtorit të betojë duke vënë dorën nën kofshën e tij, vargu 2. Zakoni lashtë i betimit solem, ku në mënyrë simbolike lidhej fara e ardhshme si dëshmitar i fjalës. Betimi kishte 2 kushte: mos merr nuse nga kananejt dhe mos e çoj Isakun mbrapa atje. Kushti i dytë është po aq i rëndësishëm sa i pari. Isaku duhej të mbetej në tokën e premtimit. Nusja do të vinte tek ai, jo ai tek ajo. Premtimi kishte adresë, Kanaan. Shërbëtori pyeti: po nëse vajza nuk do të vi? Dhe Abrahami ja sqaroi: Zoti do të dërgoj angjëllin e vet para teje. Vargu 7. Besimi i Abrahamit, providenca do të hapte rrugën, detyra e shërbëtorit ishte vetëm të shkon. Vargjet 10 deri në 27. Lutja te pusi. Shërbëtori më rriti në Haran dhe u ndal tek pusi i qytetit, vend ku vajzat vinin të ujisin në mbrëmje, dhe u lut me saktësi: Zot, bëj ndodh që të ndodh kjo sot. Vajzat të cilës do t'i them më jep ujë të pi, dhe ajo do të thotë pi ti dhe do t'i jap ujë dhe deveve tua. Le të jetë ajo që ke caktuar. Vargje 12 deri në 14. Kjo ishte shenjë shumë specifike, jo vetëm në sjellje gjë e zakonshme, por dhe provokative, deri në 10 deve. Tani 10 deve që të pinin ujë ishte ato pinin 20 deri në 30 litra ujë secila. Dhe t'i jepje ujë të gjithave do të kushtonte sforcim shumë të madh. Shenja nuk kërkonte vetëm mirësi, kërkonte bujari të zakonshme dhe lodhje të imashme. Pastaj ndodhi gjëja më e rëndësishme. Para se të kishte mbaruar së foluri, ja Rebeka vinte. Vargu 15. Para se të mbaronte lutjen, Rebeka kishte dalë nga shtëpia. Para se shërbëtori të mbërrinte, Perëndia kishte koordinuar lëvizjen e 2 njerëzve në 2 vende të ndryshme, pa ditur asnjëri. Ishte vajzë
e bukur, ende e pamartuar dhe bëri pikërisht çfarë kishte kërkuar shërbëtori. Ujë, pastaj pa u pyetur shkoi dhe i u dha ujë edhe dëveve. Shërbëtori shikonte në heshtje, vargu 21. Kjo është tableja e providencës, Perëndia në heshtje, njeriu në veprim dhe dy jetë që lëvizin drejt njëra tjetrës. Vargjet 28 deri në 60. Një histori që ritregohet, besimi që ripërsërit lavdinë e Perëndisë. Labani, vëllai i Rebekës, i hap shtëpinë shërbëtorit. Vini re motivin e parë që regjistron teksti. Labani pa byzylykët e arit dhe varset e motra e vet. Vargu 30. Labani fillon si njeri interesuar në pasuri. Dhe ky karakter që do ta shohim sërish tek Jakobi, por shërbëtori nuk hëngri para se të fliste. Nuk do të ha derisa të them fjalën time. Vargu 33. Pastaj ritregoi gjithë historinë nga fillimi. Po pse ritregoi? Sepse providenca e Perëndisë ja vlente të ritregohej. Kur Perëndia bën diçka të madhe, dëshminë e tregojmë plot, jo me shkurtesa. Dhe Labani e Bethueli i dhan përgjigjen e duhur. Kjo erdhi nga Zoti, ne s'mund të themi as po as jo, vargu 50. Edhe familja pagane e njohu dorën e Perëndisë. Pyetja finale: a do të vijë me mua? I drejtohej Rebekës vet, vargu 58. Ata e pyetën atë, jo vendimet pa ta, me të, dhe ajo u përgjigj me një fjalë, do vi, lek leha. E saj, shko ti vet. E njëjta thirrje e Abrahamit 12:1. I njëjti guxim. Lër vendin, familjen, shtëpinë dhe shko drejt panjohurs, te njeriu që se ke parë kurrë në tokë që se nje. Besimi i Rebekës kopjon besimin e Abrahamit dhe kujdesuni edhe për atë që ndodh më njëherë, më pas. Familja e bekon Rebekën me fjalë profetike. Motra jon u bëfsh 100.000 fish. Dhe fara jote le të marrë portat e ermiqve të saj, vargu 60. Pothuajse fjalë për fjalë bekimi i Abrahamit pas morijave, 22:17. Bekimi i Abrahamit po kalonte te nusja e birit, fara vazhdon. Vargjet 61 deri në 67. Takimi i parë i dashurisë. Isaku kishte dalë në fushë të meditojë në mbrëmje, vargu 63. Fjala origjinale hebraike për meditim këtu është e rrallë dhe diskutohet, por kuptimi i përgjithshëm është ai po ecte i qetë i vetmuar i menduar. Ndoshta po lutej, ndoshta po priste, ndoshta po mendonte për nënën e humbur. Çfarë ndodh te ky varg është diçka shumë e bukur. Isaku, njeriu i premtimit, ai që mbajti druret mbi supe në Moria, tani ecën i qetë në fushë dhe pret. Nuk e di se kush po vjen, por ai mediton. Sheh ngre syt lart, sërish kjo frazë e bukur, dhe pa deve duke ardhur. Rebeka e pa pyeti dhe mori mbulesë dhe u mbulua. Vargu 65. Një shenjë respekti ndaj dhëndrit. Shërbëtori u tregoi të gjitha, dhe Isaku e solli Rebekën në çadrën e Sarës, nënës së tij, vendin e nënës dhe e mori si grua dhe e desh. Vargu 67. Dashuria erdhi dhe ishte e vërtet, por teksti shton edhe diçka që të ngrohë zemrën. Isaku ngushullua pas vdekjes së nënës së tij. 3 vjet pas vdekjes së Sarës, 22:1 dhe Moria dhe 23:1 Sara, Isaku ende mbante dhimbjen. Rebeka nuk zvendësoi Sarën, por solli ngushëllim. Perëndia shëron dhimbjen me dashuri të re. Fjalët kyçe të kapitullit. Mbar mirësi, vargu 12. Fjala origjinale hesed, dashuri, beslidhje, mirësi e palëkundur, besnikëri. Njëra nga fjalët më të pasura të dhjatës së vjetër, shërbëtori u lut, shfaq hesed, tënde te Zoti im. Kjo s'është thjesht fati mirë, është karakteri i Perëndisë që vepron brenda historisë. Perëndia nuk na jep rastësi, por na jep hesed. Para se të mbaronte, vargu 15. Fjala origjinale terem killa, që do të thotë para se të përfundonte, para fundit të fjalës, Perëndia kishte nisur të përgjigjej ndërsa shërbëtori fliste. Isaia 65:24 e premton këtë. Para se të thrasin, unë do të përgjigjem. Perëndia nuk dëgjon, pastaj planifikon. Ai planifikon edhe para se ne të pyesim. Do të vi, vargu 58. Fjala origjinale elkheh. Do të shkoj, do të hec. Një fjalë e njëjta rrën me halak të ecjes së Abrahamit, kapitulli 12, vargu 4.
Rebeka tha, do të ecë njësoj si Abrahami eci, besimi s'ka gjeni dhe providenca s'ka kufi. E deshi, vargu 67, fjala origjinale ahav, dashuri e thellë personale. Hera e parë në Bibël që kjo fjalë përdoret për dashuri mes burrit dhe gruas. Dashuria biblike nuk ndahet nga angazhimi. Isaku e mori Rebekën si grua dhe pastaj e deshi. Sot bota thot, nëse nuk e ndjej dashurinë, smartohen. Bibla thot dashuria rritet brenda angazhimit. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Këtu kemi një kapitull me pamje të bukur të Ungjillit. Shërbëtori është figura e frymës së shenjtë, i dërguar nga Ati me mision të qartë për të gjetur nusën e birit, dhe mënyra si punon shërbëtori ngjan mënyrës si punon fryma. Shërbëtori nuk flet për veten, flet gjithmonë për Abrahamin dhe Isakun. Unë jam shërbëtori i Abrahamit, Zoti im e ka bekuar. Jezus i tha, ai, fryma, nuk do të flas nga vetja e tij, por do të thotë çfarë dëgjon dhe do t'ju shpall gjërat që do të vinë. Gjoni 16:13. Fryma nuk tërheq vëmendjen te vetja, e tërheq drejt Krisht. Shërbëtori nuk tërhoqi vëmendjen tek vetja, e tërhoqi drejt Isakut. Shërbëtori sjell dhurata para se Rebeka të takonte Isakun, vargu 22 dhe 53. Ashtu si fryma sjell dhunti besimtarëve, para Korintasve 12. Para ditës kur do ta shohim Krishtin fytyrë me fytyrë dhe Rebeka vendos me besim. Pa e parë ende Isaku. Ashtu si ne besojmë pa e parë para Pjetrit 1:8. Dashurinë e ndjejnë pa takimin e plot. Dhe takimi vjen. Isaku doli në fushë dhe erdhi drejt saj. Ashtu siç Krishti do të vijë drejt nesh dhe besimtarët do të ngrihin mbulesën, një nderim me manitje dhe do të hynë në çadrën në shtëpinë e Atit. Gjoni 14, vargje 2 dhe 3. Aplikimi për ne sot. Gratë kur nisin diçka të rëndësishme, punë, udhtim, martesë, kanë zakon dhe thonë dash Zoti. Jo si formulë, por si rrëfim. Unë nis, por ai drejton. Shërbëtori Abrahamit e jetoi saktësisht nis udhëtimin, por i la hapat e tij në duart e Perëndisë. Në ky kapitull mësojmë së pari lutu para se të planifikosh. Shërbëtori kishte 10 deve, dhurata dhe plan, por para se të bënte ndonjë hap, ai u lut. Dhe lutja e tij ishte specifike, jo bekoja udhëtimin, por tregon shenjën sot. Perëndia nderon lutjet specifike sepse specifika tregon besim real, jo fjalë të përgjithshme. Para vendimeve të mëdha, punës, martesës, shërbesës, lutu me saktësi. Së dyti, trego dëshminë e plot pa shkurtesa. Shërbëtori i ritregoi gjithë familjes, çdo hap, çdo shenjë, çdo udhësi. Su mundua të bënte blersin e mirë me argumenta bindëse, thjesht tregoi çfarë kishte bërë Perëndia. Kur dëshmon, tregon historinë të plot. Njerëzit ndryshojnë nga historitë, jo nga argumenti. Së treti, kjo erdhi nga Zoti. Njohja e duhur e providencës. Labani dhe Bethueli, pagan, e pan dhe than, sa shpesh ne besimtarët e humbasim providencën e Perëndisë duke quajtur rastësi, fat ose punë të njerëzve. Mëso të lexosh jetën si shërbëtori. Shiko, njih dhe falendero. Perëndia punon edhe kur se shohim, por ata me sy të hapur e shohin më shumë. Së katërti, do të vi edhe kur s'ke parë destinacionin. Rebeka po shkonte tek njeriu që se kishte parë kurrë, në tokë që se njihte. Besimi shpesh të çon drejt panjohurs. Kur Perëndia të thërret, pyetja e parë nuk është çfarë do të gjej atje, por kush dërgon. Nëse ai dërgon, mjafton. Së pesti, mos nxito, por mos ngurro. Familja e Rebekës i tha shërbëtorit, le të rrim 10 ditë. Vargu 55, ai këmbguli, mos më vononi. Vargu 56. Providenca ka ritmin e vet dhe nganjëherë kur Perëndia e ka bërë të qartë. Vonesa nuk është kujdes për frikë, kur Perëndia ka folur qartë, lëviz. Së gjashti, dashuria rritet brenda angazhimit. Isaku e mori Rebekën dhe pastaj e deshi. Jo të kundërtën. Sot kultura thot ndjeje dashurinë, pastaj angazhohu. Bibla thot angazhohu me ndershmëri dhe dashuria rritet. Kjo vlen jo vetëm për martesën, vlen edhe për kishën, për miqësinë, për shërbesën. Dashuria e thellë lim nga angazhimi i qëndrueshëm.
jo nga emocionet e pa. Përmësojmë nga ky kapitull. Zanafilla 24 na tregoi shërbëtorin besnik që u lut para se të vinte plani në jetë. Rebekën tek pusi para se të kishte mbaruar lutjen. Rebeka vinte pa dëshminë e plot të ritreguar, do të vinë e Rebekës si lekleha e saj dhe Isakun që e deshi gruan e vet dhe u ngushullua. Perëndia s'ka nevojë për spektakël, punon me deve, puse dhe vajza që vinë të mbushin ujë dhe ndryshon jetën. Mbaj mend këtë varg, se të kishte mbaruar së foluri, ja, Rebeka vinte, Zanafilla 24:15. Perëndia kishte nisur të vepronte, ndërsa shërbëtori po fliste, ndoshta edhe për lutjen tënde ai ka nisur tash. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me ju, Zoti ju bekoft.